Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në një aktivitet lidhur me prezantimin e planit urbanistik të Tiranës, është ndalur tek çështja e shumë përfolur e ngritjes së parkut të fëmijëve tek parku i Liçenit. Veliaj shprehet i vendosur për të çuar projektin përpara, duke mohuar se pranë këndit të lojrave që do të ndërtoj bashkia, do të ketë bar ose kafene. Në datën 1 qershor, kur të inaugurohet parku i fëmijëve, nëse aty ka kafene ose restorant, unë nuk do të jep më kryetari i bashkisë tuaj. Nëse aty do të pritet qoftë edhe një pemë, unë prapë në datën 1 qershor nuk do jem kryetari i bashkisë Tiranës. Kryebashkiaku nuk e nënshkalojes protestat e 2 ditëve më parë të shoqëruara me dhunë mes shoqërisë civile dhe policisë. Veliaj tha se përsa koha ai do të drejtojë Tiranën, dhuna nuk do të mund të ndalojë realizimin e ideve për transformimin e qytetit, duke folur për taksat. Pas protestës së biznesit të vogël përpara bashkisë, Veliaj tha se taksa 50 lek për çdo tavolinë që zë hapësirën publike është më së arsyeshme. Hapësirat publike janë të gjithë qytetarëve të Tiranës, ndaj kushdo që do t'i zaptoj, do t'i duhet të paguaj. Fakti që hapësira është publike nuk do të thotë që është papronar. Pronar janë gjithë qytetarët e Tiranës të hapësirës publike. 50 lek. 50 lek. Për një tavolinë që ka zënë trotuarin ku kalon një grua me karrocë. Hapësira publike është pronë e qytetit. E 90% që nuk janë pronar kafenesh. Dhe ajo lloj tarife që ju përmenda është vetëm për zonën A. Zona premium e Tiranës, në blok. Një koktejl në blok është 8.000 lekë. Nëse tavolina jote, me cilën ke zënë një trotuar, nuk nxjerr as 50 lekë, liroje. Mëtej gjatë këtij aktiviteti, lidhur me prezantimin e planit urbanistik të Tiranës, arkitekti i projektit Stefano Boeri ka theksuar rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në këtë projekt, dhe se ky i fundit do të përfshijë element të biodiversitetit, si dhe do të pasqyrohet integrimi kulturor dhe fetar. Kemi një atlas që tregon projektin. Pjesa e biodiversitetit përfshin shumëllojshmërinë e kulturave, bimësinë dhe veqetacionin. Ne nuk mund ta braktisim trashëgiminë e qytetit, dhe ta pasqyrojmë atë. Mendoj se ne duhet punojmë që ta bëjmë Tiranën sipas standardeve të dëshiruara, në saj të kapaciteteve që ka. Për këtë kërkohet edhe përfshirja e qytetarëve, qoftë në marrjen e vendimeve e qoftë për shprehjen e vlerësimeve. Qyteti është një mjedis që prodhon kultura dhe është pjesë e ekonomisë së qytetit, dhe kjo duhet marrë parasysh edhe gjatë procesit të transformimit të qytetit.